jam Spartak Pecani, për ata që s'më njohin, dhe profesioni im është regjisor. Kam studiuar në Rumani shumë vite përpara, e më pas në Kino Studio kam realizuar shumë filma. Afro 20 filma bëhen bashkë me këtë që kam tashti në duar. Në këtë festival të shumëpritur, unë do t'jem me filmin Bolero në Vilën e Pleqjve. Është një subjekt thjesht, por që ka përfshirë gjithë vendin tonë. Në qendër janë 2 të moshuar, që edhe pse kanë 3 fëmijë jetojnë vetëm, në kujdesin e një vajze që edhe pse ka një orientim seksual ndryshe nga të tjerët, ajo do t'i shërbejë deri në granat e fundit. E nëse nuk ja thua dot, të paktën hesht. Nëma, kjo këtu, kënë foto. Nuk i ngatroj, jo e njo shumë mirë kuqka. Ushtrejqinjeti. A e di kë ke futur në shtëpi? Këmba, sa braba. Ke futur një vrasëse. Sot luftoj me jetën në një mënyrë tjetër. Ku është ajo? Pra çfarë po bëja ti brenda? Fol. Au doja. Je ka që po. Vaj mund ka unë. Dashuria nuk i besohet tjetër kujt. Tashi sukseset janë të gjitha të bukura edhe të domosdoshme për artistët, sepse suksesi në vetvete na frymëzon, na jep atë dëshirën për ta vazhduar. Suksese kam pasur disa, po meqense jemi me filmin Bolero në Vilën e Pleqjve, mund të theksoj çmimin e fundit që është marrë për Bolero në Fuzion Film në Poloni në Varshavë. Është i veçantë sepse në atë kohë ishte sëmundja e Covidit, edhe ne nuk mund të shkonim, po e ndoqëm online. Ishte befasuese kur filmi u propozua për 5 çmime të para, ku futej filmi më i mirë, skenari më i mirë, regjia dhe 2 aktorë kryesor, Robert Mrenika edhe Margarita Xhema. Ishte befasi e madhe dhe gjë e bukur, por që e shijuam online. Kështu që kjo e përbën edhe të veçantën. Pastaj vazhduam me filmi qarkulloi në shumë vende të botës. Në Francë u konsiderua në Paris në një festival si filmi më i mirë, diku në Kanada si skenari më i mirë, në New York si regjisori më i mirë. Është shfaqur edhe në shumë vende të tjera të botës me çmime dhe me pjesëmarrje dinjitoze. Tash ndryshimet janë të mëdha. Prishja e Kino Studios ishte fatale. Ne sot vuajmë për shumë gjëra që ne i kishim gjendje, si rekuizit, rroba të ndryshme, oficerësh, gjermane, austriake, shumë e shumë. Kishim dekoret, kishim zërin, kishim shumë elemente të tjera të cilët u zhduken. Ndërkohë, qendra e filmit filloi nga e para dhe besoj që ne fituam lirin e mendimit, që është shumë i rëndësishëm, por në anën ekonomike dhe në mënyrën se si funksionon, me të drejtën vlen për të diskutuar shumë. E para që doja të thoja se qendra jep jashtëzakonisht pak buxhet. Kjo gjë na ka vënë në vështirësi që duhet lidhemi me botën, kjo na vonon në aspektin kohor dhe ka dhe një të keqe tjetër të madhe, se duke pritur që të lidhesh me të huajt, ata kanë kërkesat e tyre për mënyrën, psikologjinë e tyre dhe ndryrën edhe filmi nuk ka atë identitetin e vet shqiptar. Kështu që mendoj që ka ndryshim. Nëse filmat përpara kishin një fytyrë të veten, filmat shqiptar, tani kanë element interesant të kohës, të mënyrës trajtimit e këto, por
ekziston dhe ky problemi që s'është as shqiptar, as i huaj, sepse dashje pa dashje, ata do ndryhen që të jetë filmi i përshtatshëm edhe për vendet e tyre. Nuk duhet përmend emra, po ne kemi gjetur, ku kemi vajtur në Kino Studio, kemi gjetur mbështetje të madhe. Sot nuk ka, njerëzit janë përçar, secili shikon punën e vet. Kurse ne kemi gjetur përkraje, jo vetëm që jemi frymëzuar me filmat e tyre, po kemi gjetur përkraje edhe direkte në punë. Na kanë ndihmuar regjizorë që se ka qenë një brez shumë i mirë, që kanë studiuar jashtë edhe ne kemi pasur fat që përveç shkollës që bëm, që punuam me ta. Kemi mësuar shumë nga puna, për shembull me Kristaj Damën, ai ka qenë një nga personat që padyshim jo vetëm mua, po të gjithë të rinj që shkuam në atë kohë në Kino Studio, i ka përkrahur edhe ka qenë shumë i kujdesshëm, jo vetëm ai, edhe të tjerët. Kurse kështu, si frymëzim, dihet që regjizorët më të mirë, si Dimitra Anagnosti, Viktor Gjika, Gzimer e Bara, Hysén Akani, nga të gjithë kemi përfituar, me thënë drejtën, nga të gjithë kemi përfituar dhe nuk mund të veçoj asnjëri, secili kishte atë individualitetin e vet. Bires këtu mund të them edhe këtë gjë që për kineastët e rinj, e rëndësishme është që të krijojnë individualitetin e tyre, që të mos jenë njësoj si të gjithë, të shprehojnë ose të tregojnë ngjarjen, po ta interpretojnë atë. Prej tyre kemi mësuar. Ka qenë një shkollë e vërtet dhe unë besoj që na ka shërbyer. Unë them që ka. Ka sepse nuk ka më skenarist. Ka qenë Vat Koreshi, ka qenë Kito Blushi, ka qenë Exheti Tafa, ka qenë Petri Truka, Natasha Lau. Kanë qenë skenaristë që e deshin filmin. Dhe ishte një ndihmë e madhe të punosh me një skenar, të punuar nga dikush, ke mundësi edhe ti shërbesh atij skenari, po skenari është më i plot në dialog, në karaktere. Tani njerëzit, kineastët e rinj, kanë filluar të bëjnë vetë të gjitha dhe kjo padyshim sado pak mendoj që bën dëm. Pra ka një krizë skenarësh. Se çdo bëhet me të, nuk di të them, po në base do duhet që të hapet një shkollë për skenarist edhe të fillojnë të dashurojnë letrarët, të dashurojnë filmin, të njohin filmin edhe të shërbejnë. Është një profesion që mendoj që duhet parë me kujdes, se një skenar i keq, sa do i mirë të jetë regjizori, mund ta çojë pak përpara, po nuk do arrijë atje ku duhet. Kështu që mendoj që skenarët sot ka një lloj përpëlitje. Që të kaloj kjo përpëlitje duhet patjetër të mos i bëj regjizori edhe skenarin, edhe regjin, ndoshta edhe punë të tjera, kuptojnë që është e pamundur edhe producentin edhe dy gjitha, nuk funksionon kështu. Funksionojnë, por jo në thellësinë e dur për mendimin tim, edhe jo në sensibilitetin e dur. Duan të jenë modern, i shkasin gjëra të rëndësishme. Bazamentin kryesor të asaj që duan të thonë, duhet futen më thellë edhe të kërkojnë më shumë brenda tyre dhe brenda personazheve që ne trajtojmë. Se ne jemi një vend i varfër me shumë probleme dhe nuk duhet të vuajmë për skenar të ditës. Ka probleme sa të duash, por kjo kërkon një vëmendje më të madhe dhe nuk është thjesht. Ne, kur ishim më përpara në kohën e komunizmit, kishim vështirësitë tona, po edhe liria në vetvete nuk të jep atë hapësirën që ti mund të shkosh përpara dhe ke lirinë. Jo, duhet të kërkosh dhe të kërkosh në drejtimin vertikal të problemeve dhe të halleve, se njerëzit filmin e ditës e kërkojnë. Ka diçka, po ka dhe ndryshime. Kinemaja e Kosovës, disa regjizorë kanë ecur përpara, edhe ka në arsyet e veta. Kanë shkollimin, kanë ngjarjet e tyre që i kanë pasur më të forta se ne, sepse lufta është luftë dhe aty luhet mes jetës dhe vdekjes dhe padyshim ka dhe emocione të fuqishme. Ne kemi pasur midis komunizmit edhe demokracisë edhe nuk kanë qenë aq të fuqishme historitë tona. Ata kanë pasur disa regjizorë, si Blerta Basholli,
ajo Zeqira, Lindita, edhe njerëz të tjerë që kanë marrë shumë çmime ndërkombëtare në kategorinë A. Kjo tregon që ata kanë ecur. Ne duhet bëjmë kujdes që me tematikën tonë edhe me bashkëpunimin që po krijohet. Kam dëgjuar që për filmat të caktuar mund të krijohet një bashkëpunim dypalësh, edhe kjo do ta fuqizonte edhe më shumë. Kështu që kemi ç'marrim edhe kemi ç'japim. Kanë filluar edhe bashkëpunimet midis Shqipërisë dhe Kosovës në të dyja krahat dhe besoj që kjo e çon përpara filmin shqiptar. Sfida më e madhe është që ai të jetë konkurrent në festivalet në kategorisë A. Dhe kjo do të vi shumë shpejt, sepse pasionet janë, njerëzit janë, u duhet punë, edhe besoj që do të vi, ashtu siç ka vajtur për Kosovën, që kanë marrë disa çmime në për festivale të rëndësishme, do të vi edhe për Shqipërinë. Mesazhi që mund t'i jap për kolegët është që duhet punojnë, edhe mos jenë mendje, e të krijojnë brenda vetes tyre botën e tyre edhe ta shprehnë atë nëpërmjet filmit. Duhet patjetër që të gjejnë ç'kan thellë brenda tyre dhe të ruajnë individualitetin e tyre. Spektatori duhet vi ta shohë këtë film sepse ky film i përket atij. Të gjithë prindrit tanë kanë mbetur vetëm pa fëmijët. Është një emocion shumë njerëzor që buron nga një roman shumë i mirë i Fatos Kongolit. Shprehet shumë fuqishëm nga aktorët si Robert Ndrenika, Margarita Xheva. Dhe mendoj që kjo ndjenjë njerëzore që do të shfaqet në këtë film do t'i jap atyre një emocion të veçantë.